Korupcioni në Shqipëri mbetet një fenomen shqetësues jo vetëm në nivel të lartë institucional, por edhe në praktikat e përditshme ku qytetarët marrin shërbime publike. Ky është përfundimi i raportit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit i bazuar në 80 intervista me qytetarë në Tiranë, Shkodër, Fier dhe Elbasan. Sipas raportit, 5 sektorët më të ekspozuar ndaj korrupsionit janë administrata publike, shëndetësia, shërbimet sociale, punësimi në sektorin publik dhe sistemi i drejtësisë. Vetëm 10% e qytetarëve raportojnë përvoja pozitive të vazhdueshme me institucionet. 25% raportojnë përvoja të përzira, ndërkohë që 65% i vlerësojnë ato si negative. Mungesa e transparencës përbën një shqetësim prioritar për 25% të intervistuarve, ndërsa 30 deri në 35% e vështirësive të raportuara lidhen me nevojën për ndërmjetës, njohje personale ose ndihmë informale për të përfunduar një procedurë, qoftë me administratën apo në sistemin e drejtësisë. Rreth 30% e problemeve sistemike lidhen me vonesat dhe mungesën e efikasitetit në procedurat administrative. Raporti identifikon edhe 4 forma kryesore të korrupsionit, ku më shqetësues është ai politik, pasi ndikon drejt për drejt në punësimin pa merit, kryesisht në institucionet publike. Në praktik, qytetarët që nuk kanë lidhje me persona brenda institucioneve e kanë më të vështirë të marrin shërbime në kohë ose të kenë trajtim të barabartë. Një person me aftësi të kufizuar mund të presë për muaj të tërë për të rivlerësuar statusin e aftësisë së kufizuar, ndërsa persona të tjerë të njëjtës kategori, por që i kanë këtë lidhje, e marrin këtë shërbim më shpejt. Forma e tretë dhe më e ashpër e rrezikut se si shfaqet korrupsioni është shtrëngimi dhe detyrimi, që prek sërish kryesisht grupet në nevojë. Kjo formë ndodh kur qytetarët ndihen të detyruar në mënyrë të drejtë për drejtë të pranojnë kërkesa informale nga frika se mund t'i mohohet shërbimi. Është korrupsioni politik, i cili ndikon veçanërisht në drejtësi dhe në punësimin publik. Në nivel lokal në Tiranë dominojnë problemet me burokracinë dhe mungesën e transparencës. Në Shkodër, favorizimi përmes lidhjeve personale, në Fier pagesat informale në shëndetësi dhe ndikimi politik, ndërsa në Elbasan shqetësim mbeten shërbimet sociale dhe praktikat informale. Për të nxitur denoncimin e rasteve të korrupsionit, do të ngrihet edhe platforma Integrity Desk Albania, e cila do të mundsojë qytetarëve të sinjalizojnë rastet kur përballen me praktika të tilla.